por ajo që më përsëritej më shpesh ishte tradhtia, më thënë miqë që të rathojnë, ose habia që ti e kupton që të vjen prej miqve, edhe pse libri nis me frazën e famshme të librit, të filmit të famshëm, të Bertolucit, që kuj siamo tutti amici, po në fakt prej miqve ndodh gjëja që ti zbulon në fund. Ky është një lejtmotiv që vjen prej babait? Jo. Është në përgjithësi, domethënë realiteti i vendeve totalitare. Që njerëzit i bëjnë dëm njëri tjetrit për të shtuar lëkurën. Po mirë, dikur ishte një vend totalitar dhe njerëzit donë shpëtojnë lëkurën duke bërë dëm njëri tjetrit. Po tani se detyroheshin. Tani është tjetër situatë dhe më thosha që më tepër njerëzit mbyllen ndaj njëri tjetrit ndoshta për shkak të interesit, duke parë interesin e tyre ngushtësisht, dhe përsëri kjo si një reagim ndaj atij komuniteti ose kolektiviteti që ishte krijuar me dhunë në atë kohë. Ka që fort ka qenë ajo, ne nuk mund të shpëtojmë. Ka qenë e skajshme, domethënë në atë kohë, thuash në krahasim me gjithë vendet e tjera të Europës lindore, quhej Shqipëria që Kambozha e Europës në atë kohë. Ka qenë më e skajshme, më e fuqishme dhe se sa në vendet e tjera, sigurisht. 1981 është viti që Mehmet Shehu vret veten. Unë isha 9 vjeçe, po shikoja lajmet. Dhe nuk e kuptova. Domethënë ky ishte një lajm nuk e kuptova jo rëndësinë, sepse ne ishim fëmijë politik, në një farë mënyrë ne rriteshim gjithë për të kuptuar, po nuk kuptova diçka që më ka ardhur një mizë dhe nuk ikën tani, që nuk kuptova diçka që akoma mua më kujtohet tani, ai momenti që unë dëgjova heshtje për rreth, domethënë jo keqardhje, jo habi, jo frikë. Nuk e di, ishte një gjë që se shpjegova dot, e kuptova kohë më pas kur ai u shpall armik. Po ju ku ishit në atë ditë? Unë isha në shtëpi. Në shtëpi. Domethënë kur gjatë asaj nate isha në shtëpi, po flija. Të nesërm mëngjes u zgjova dhe shkova në kinostudio. Shkova në kinostudio në punë. Nuk fare asgjë. Fare. Pastaj erdhi një makinë e grupit shoqërimit të Timeti, edhe më thot shoferi që hajde se të kërkon Aliu që ishte shefi i grupit shoqërimit. Shkoj atje unë, edhe kur hyn në shtëpi më thot vëllai se çka kishte ndodhur. Fare, më thonë spritët dhe ikët, ishte qetësi në shtëpi, nuk ishte kuptuar askush gjë. Gjatë natës jo, në mëngjes e gjetën. Në mëngjes e gjetën. Ajo është dita që ndryshoi gjithçka pastaj. Po, aty filloi. Që nga 81, jemi 2025-ën, për herë ka intervistat e njerëzve të ndryshëm që e kanë njohur ose nuk e kanë njohur dhe të gjithë flasin në mënyrën e tyre. Secili do thot një variant, që se si ai nuk vrau vete, se si e vran, se si e vrau Enver Hoxha, se si e vrau, të gjitha variantet e mundshme. Nëse ju keni të njëjtin variant gjithmonë për baban tuaj. Kam dyshuar një farë kohë, kur dola nga burgu, se dëgjova fjalë të tilla. Pastaj me sa kam parë, me sa kam verifikuar, domethënë me njerëz që janë marrë me atë punë, është që tani kam bindje që është vetë vrasje. Ju ishit një djalë i rritur, 26 vjeç. Mjaftueshëm për të kuptuar gjithçka dhe babai nuk ju la asnjë shenjë. Iku pa asnjë shenjë? Tashi disa shenja i kisha vënë re. Shenjat ishin kujdesu për veten? Po më ka thënë një herë që kujdes, mos për të folur, kujdes, se fjala shkon aty ku nuk do ti. Po jo më shumë, kaq. Jo për ç'a të priste. Jo, vetëm kaq. E mendoni ndonjëherë çfarë ju priste juve? Po sigurisht. E mendoni? Po i kisha menduar dhe më përpara, kur goditën të tjerë, ministra, kështu, kisha menduar që mund të ndodhi. E kishit menduar vet, apo sepse flitej në shtëpi? Vet. Jo, absolutisht në shtëpi. Në atë kohë, po, kemi folur në shtëpi, po me vllain, jo me prindrit. Vetëm me vllain, jo me prindrit? Jo. Ndërkaq, e dini që ishte ashtu siç ndodhi, apo mendoni që ishte... E mendoni që mund të vinte dita siç erdhi, domethënë? Po e mendoja, po e mbaja vetëm në shpresë që jo. Juve s'ju pëlqen të flisni për këtë temë, ju duket e mbyllur me
Rall më vjen të flas për këtë temë. Sepse është shumë e çuditshme. Unë ndjej që njerëz pafund që duan të flasin për të kaluarën, po e rikthejnë Mehmetçeun në një mënyrë tjetër, për cilën nuk është folur, sepse padyshim është Enver Hoxha edhe kaq. Ndërsa ata duan patjetër të tregojnë çfarë dinin për Mehmetçeun dhe kush ishte ai. Kanë qenë ata të zhgënjur nga djali që në një farë mënyrë e përfshiu veprën e babait e veprën e diktaturës, njerëz që e donin Mehmetçeun. Sigurisht ka njerëz që nuk ju ka pëlqyer, domethënë nuk i pëlqen pozicioni im, po çfarë bëj? Nuk do pyes njerëz se çfarë do them edhe çfarë do mendoj. Aq më pak. Atë kisha mangull që të marr leje. Ju merrnit atëherë, jo tani. Jo, atëherë isha detyruar të merrja ose shifja ku, më thon, kujdesesha që mos e shkelje, po tani ka gjëra që kanë ndryshuar, që ka gjëra që ju i shikoni ndryshe, i mendoni ndryshe për babain? Jo, në thelb jo. Në thelb nuk ka ndryshuar ndonjë. Asgjë. Shumë e çuditshme është diçka tjetër në lidhje me gjetjen e tij. Ai ishte zhdukur, nuk gjendej, nuk kishte asnjë gjurmë. Ju kujtohet kur e gjetët? Po, sigurisht, ajo ka ndodhur vonë, ka ndodhur në 2001, po. Më thënë, sigurisht që e gjetëm, unë e kisha kërkuar në 96-ën, por nuk mund ta gjeja. Pastaj kërkoi vllajin, edhe e kisha lënë atë punë, kisha hequr shpresat. E kërkoi vllai dhe e gjeti. I thanë njerëz, i treguan? Po, na kishin thënë neve, dhe patëm gërmuar të vendi ku na thanë. Nga që zgjetëm dot, nuk ashtu, shkoj vllai tha do ta bëj edhe një herë, tha do përpiqem. Mirë, thash më zvima atje, thash. Ai shkoi, e gjeti dhe pastaj më telefonoi dhe shkova. Ishte gjetëm vetëm atë apo edhe të tjerë? Jo, vetëm atë. Më qellon që intervistoj njerëz të cilët nuk më ka qelluar realisht asnjëherë që të kem përballë një njeri i cili ka qenë në dy anë, domethënë ju i keni prekur të gjitha. Si e përballon njeriu këtë momentin që është brenda një dite, ndodh një ndryshim i madh. Domethënë një fëmijë i rritur mirë në një zonë të mirë të një kryeqyteti, siç ishte Tirana, i rritur, kishte gjithçka, dhe befas nuk ka më asgjë. Po, ajo gjë, më thënë, sigurisht merr me mend që është diçka e rëndë. Po për të përshkruar pastaj është vështirë të bëhet bisedë. Kërkon diçka më tepër. Që të mund t'ja përcjellësh tjetrit. Në libër megjithatë mund të tregohet në letërsi. Në letërsi po. Në letërsi po. Vetëm në letërsi mund të tregohet. Sepse ndryshe kur e thua në bisedë është Jo, është tepër e thatë. E thatë. Po. Momenti se si befas e gjen veten në Po. Si për shembull në libër një njeri i cili e gjen veten nga kino studio, pas here unë këtë gjeja ti pare tuajat në libër, prandaj mendova që kishte shumë ngjashmëri personazhi. Dhe diçka që më bëri shumë përshtypje, që unë nuk e gjeja në libra të tjerë tuajt, këtu kishte shumë seks, gjë që nuk e gjeja në libra të tjerë. Jo, ka në libra të tjerë. Ka në libra të tjerë, ka menduar pak atëra. Dhe kjo më ngacmoi sepse duket si një vend, më thënë një pasqyra e thatë, dhe befas kishte gra, ose saktë jo gra, se nuk e shikoja shumë mirë gratë, se sa shikoja marrëdhënien, më thënë seksin që ishte në libër, i shpjeguar me të gjitha ngjyrat, në një kohë të thatë dhe pa ngjyra. Po mirë, ka ekzistuar dhe ekziston në çdo kohë dhe në çdo vend. Pastaj tjetër gjë sa e lirë është. Po, sepse s'ka lidhje kjo me kohë. Më tepër do thosha erotizëm, se sa seks. Po, përmenda fjalën që e gabuar, po nga që erotizëm. Ishte një tjetër, bashkimi i personazheve, i atyre që krijohen me atyre që janë reale, dhe dëshira juaj për t'u gjetur një fund tjetër, domethënë ishte gjithashtu e dukshme. Për shembull, ajo që është historia e njohur e Zaho Kokës me Ramizen, ju doni t'i gjenit një fund ndryshe. Dhe e futët në këtë libër. Është një histori që ju ka tërhequr, jeni marrë ju me Ramizen dhe me Zahon në variante të tjera? Jo, unë kam lexuar për këtë histori dhe e ndërfuta në libër për të ndërthurur urdhësi me jetën dhe fundin e personazhit e babait të protagonistit, domethënë, të librit, të personazhit kryesor. Prandaj ju desh historia e Ramizes. Po. Se sidomos duke parë filmin e Bertolucci, Strategjia e Merimangës, më njëherë më shkoi mendja te kjo. Edhe e kisha parë herë këtë film, po dhe
Kur, do më thënë kjo, tregimi i Borgesit, që është i shkurtër, një 6 faqe, dhe ai ma çojtë në me çonte mendjen te kjo histori. Jo, te historia e Mustafa Gjenishit ma ka çuar, që atë gjithashtu e kam ndërthurur këtu. Po, gjithashtu, po janë disa histori, po të ridimensionuara, do më thënë të treguara në një mënyrë që unë nuk e di a është e vërteta, apo s'është e thënë ti e vërteta? Janë vërteta, ato që kam thënë unë janë të vërteta me sa kam mundur të humbtoj. Vërtet? Po, nuk do të rrilloju për personazhe historik. Po. Nuk do të rrilloju. Mendova se kishte të shtuar, ishte një frazë për shembull që më ngacmoi shumë kur Absolutisht, asgjë s'ka shtuar. Wow. Nuk e dija këtë moment, fjalët e Zaho Kokos, nuk e dija. Kisha menduar komplet. Për cilat fjalë keni? Kur ai tregon për Ramizen se është ajo që është shtyu, që ajo më tha. Po. Merë të pas dhëmbësh. Janë të dokumentuara. Janë dëshmira që janë dhënë në atë kohë, ke gjyqi që është bërë, janë të gjitha dokumentuara.